10 dhe paragrafi 13. Dhe pas këtij paragrafi do të shkojmë edhe në pikat e tjera për të parë për që të rrim zgjuar. Rrini zgjuar, qëndroni të palëkundshëm në besim, silluni si burrat, jini të fortë dhe çdo gjë që bëni ta bëni me dashuri. Amen. Këshill drejt ndaj nesh, domethënë. Rrini zgjuar. Rrini zgjuar. Qëndroni në besim, qëndroni si burrat dhe të keni dashuri, të mos e humbim besimin ton, ashtu sikur se shërptori i Eliseut e humbi, të mos i shohim gjërat sikur ne mendojmë, por t'i shohim gjërat sipas besimit dhe jo sipas të parit. Nëpërmjet besimit besoj se të gjitha sa më ka thënë Perëndia i kam pranuar. Kërkoj nga Zoti të mashtoj besimin duke qenë mbushur me frymë të shenjtë dhe duke lavdëruar Perëndin, dhe kështu shtohet besimi pra rri zgjuar. Bëhuni burra, të bëheni domethënë luftëtar, burra besimi, të merrni forcë të frymës të shenjtë, aty ku është mpakur zemra juaj, aty ku thua nuk mund të luftoj më o Zot, nuk mundem, jam mpakur tani më. Por nëse ti do të marrësh vendimin të qëndrosh zgjuar, do të vijë Zoti të të ndihmojë që të marrësh forcë. Forcohuni pra, merrni forcë, të marrësh ushqim, të pish ujë në mënyrë që të mundesh të vazhdosh betejën tënde. Jo sikur Elia, i cili e humbi forcën e tij. Le që pak përpara Perëndia kishte bërë gjëra të mëdha me te, sa që ra zjarr nga qielli për të djegur holokaustin, dhe sapo dëgjoi zërin e asaj gruaje që djalli ishte pasaj se do ta vriste, ai e humbi forcën e tij. Ma Elia humbi forcën e tij, e humbi. Për këtë arsye, mos u mërzit nëse humb forcën tënde, por të mërzitesh dhe të mërzitem nëse nuk rri zgjuar. Sepse nëse rri zgjuar, atëherë do të vijë Perëndia të më forcojë përsëri, lavdi Zotit, do të vijë sepse është fjalë e Perëndis. Nuk e them unë vëllezër dhe motra, e thot Zoti. Por kjo që është për ne është të rrim zgjuar. Të gjitha veprat tuaja, të gjitha, të bëhen me dashuri. Çfarëdo që të bëni me vëllezërit, me të afërmit tuaj, me komshitët tuaj, me bashkëpunëtorët tuaj, me fëmijët, me më të mëdhenjt, të veproni me dashuri. Don Perëndia, vëllezër dhe motra, të na bëj dhe e ka thënë dhe e ka premtuar se do ta bëj, por ne mjafton që të marrim pozicionin e duhur, të na bëj kish të dashurisë. Këtë do ta bëj Perëndia nëse ne shërbejmë dhe veprojmë. Do na bëj me zor Perëndia kish të dashurisë. Por nëse ne qëndrojmë zgjuar, qëndrojmë në lutje, në gjunjë, në kërkim, do të vijë Zoti dhe të na bëj kish të dashurisë. Amen, vëllezër dhe motra. Vjen tani Perëndia për të na shpjeguar nëpërmjet fjalës të tij tre çështje që të qëndrojmë zgjuar. Dhe të japim pak rëndësi dhe nëse doni dhe ju të shohim këtu në dhjatën e re, 3 pika të rrim zgjuar. E para, tek Efesianët, kapitulli 5, lexoj paragrafin e 3. Efesianët, kapitulli 5. Nuk e gjeta kur lexon. Δεν έχει κληρονομία τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μη μη σας απατά με ματαίους λόγους, επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Nuk e gjej kur lexon. Γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών.
διότι ήσασταν ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν lexon tek paragrafi 5 të kapitulli 5. Të dini këtë, asnjë kurvar ose yndyrë ose kurnat i cili është idhujtar nuk ka ndonjë trashëgimi në mbretërinë e Krishtit dhe të Perëndisë. Askushte mos ju gënjejmë fjalët e kota, sepse për shkak të këtyre gjërave të vjen zemrimi i Perëndisë mbi bijtë e mosbindjes. Mos jini pra shok me ta, sepse dikur ishit errësirë për tani jeni dritë në Zotin. Ecni pra si bijë të dritës, sepse fryti i frymës konsiston në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe e vërtetë, duke provuar çfarë është e pranueshme për Perëndin dhe mos merrni pjesë në punët e pafrytshme të errësirës për më tepër t'i çortoni, sepse ata që bëjnë ato në fshehtësi është turp edhe të thuhen, kurse të gjitha gjërat kur dalin në dritë bëhen të dukshme sepse çdo gjë shfaqet është dritë. Prandaj shkrimi thot zgjohu ti që fle dhe ringjallu prej së vdekuris dhe Krishti do të shëndëris mbi ty. Zgjohu pra ti që fle. Kur flej, kur bëj ato që bën bota, ato që bëja para se të besoja dhe t'i bëj përsëri, ato që bota bën, pra kam lënë zemrën time të hapur dhe mendjen time të hapur dhe i kam pranuar dhe i bëj dhe unë. Pra, nuk futet kështu frika e Perëndisë në mua që të them, çfarë bëj tani? Unë jam njeri i Perëndisë, të bëhem pjesëtar i atyre që bën bota, të bëhem pjesëtar me ato që bëjnë njerëzit mëkatar, dhe jo vetëm kjo, por marr ato që bën bota dhe e sjelli edhe brenda këtu në bashkësi me vëllezërit e shenjtë këtu. Për këtë arsye, Pali tek Efesianëvet ju flet, mos vallë, tani që jeni dritë, dikur ishit errësirë, ishim errësirë, amen vëllezër dhe motra, dhe Zoti na bëri dritë. Nuk është e mundur që Perëndia të na bëjë dritë, të ndriçojë drita e Ungjillit dhe e Krishtit dhe pastaj të bëhet errësirë, nëse unë nuk rizgjuar, nuk luftoj, nuk ruhem dhe do të shfaqsoj mundësisht edhe vullnetin tim të botës, kam shumë gjëra për të shfaqsuar për atë që unë e kam pranuar që nuk e don Zoti, vazhdi të shfaqsohem në mënyra të ndryshme. Por thot Zoti, jo vetëm që të mos bëheni pjesëtar të këtyre mëkateve, por të keni kujdes për të parë se ç'është e pëlqyeshme tek Perëndia. Aty ku dua të shkoj, atë që duhet të them, ai pëlqen Zotit. Shikoj e mirë. Pra, rri zgjuar, kjo është rri zgjuar. Ta shoh pra përpara se të flasësh, mendo, thoshte gjyshi im, përpara se të flas goja, mbylle, merre gjuhën tënde dhe zhyte në mendjen tënde përpara se të flas. Për më vonë e pash, nuk e kuptoj atëherë, por tani e shoh. Shkon të shohësh një akuzë, e prit ta shohësh pak, e don Zoti. Pra të rrish zgjuar, nuk e don Zoti, më mirë mos ta hapi gojën, mos të flas fare. Kështu shpëtove. Do të ndriçoj Zoti vëllezër dhe motra, do të bekoj Zoti. Gjërat që bëhen në fshehtësi nga njerëzit është turp edhe ti thuash, sepse i bëjnë dhe i thojnë tani më dhe i tregojnë dhe por tek bijtë e Perëndisë ti thot dhe ti bëj. Më tepër thot ti bëni të dukshme, domethënë t'ju thuash se ajo që bëni nuk është e mirë, nuk e don Perëndia. Dhe vjen tani dhe thot tek paragrafi 14. Prandaj, thot shkrimi, zgjohu ti që fle, zgjohu, ma derisa po fle, zgjohu, dhe ringjallu prej së vdekuris, largohu nga të vdekurit, ik nga jeta që është për të vdekurit dhe eja tek jeta të gjallëvet, dhe ka për të ndriçuar Krishti. Kur unë të zgjohem dhe të rri zgjuar, do të më ndriçoj Zoti. Amen vëllezër dhe motra, thjesht është Ungjilli. Dhe shikoni tek 15. Kujdesuni pra që të ecni me kujdes, dhe jo si të marrët por si të mençurit, pra ekziston i krishteri i mençur edhe i krishteri i marr. Na thot fjala e Zotit. Ku është ndryshimi? Se i mençuri e shfrytëzon kohën. Nuk e lën kohën të kaloj kot me gjërat e botës, me shqetësimet e kësaj bote,
sepse ditët janë të liga, të mbrapshta. Dhe në vend që të jetoj jetën e botës dhe të bëhem i pamençur dhe të dehem me dehjet e kësaj bote, nuk flasim vetëm për pijet alkolike, ku dha ajo mund të dehet njeriu, por të dehet nëpërmjet një dëshire të mishore, dëshire të botës. Jo, mos të marrin mendjet dëshirat e botës, për mbushu me frymë të shenjtë, haleluja, dhe të këndoni imne frymërore, por jo pjesëtar me botën. Kjo është një, të jemi zgjuar. Shkojmë tek e dyta. Të shohim tjetrën tek letra e parë e Salonikasve në kapitullin e 5, paragrafi 3. Letra e parë e Salonikasve, sepse kur thonë paqe dhe siguri, atëherë një shkatërrim i papritur do të bjerë mbi ta, ashtu si dhembjet e lindjes të gruas shtatëzen dhe nuk do të shpëtojnë. Por ju vëllezër nuk jeni në errësirë, që ajo ditë ju zërnë befasi si një vjedhës. Të gjithë ju një bitë të dritës dhe bitë të ditës, dhe jo të natës as të territ. Le të mos flenë prasit të tjerët për të rrimë zgjuar dhe të jemi të esëll, sepse ata që flenë natën, ata që dehen natën, kurse ne, mbasi jemi të ditës, jemi të esëll, duke veshur parsporen e besimit dhe dashurisë dhe për përkrenare e shpëtimin e shpresës. Sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, për të marrë shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezu Krisht. Pra, gjendja e dytë që të rrimë zgjuar, gjendjet e vështira të jetës, të cilat mund të vinë pa apritur në jetën time, në familjen time, në kishën tonë, në botë, dhe pa apritur të vinë një gjendje vështirë, të vinë një sëmundje, të humbi punën time, një problem me fëmijën tim, një problem me prindrit e mi, një problem me vëllezërit. Por, edhe akoma bota, kur thot se bota flet për paqe dhe për siguri, dhe aty pa pritur ku flitet për paqe dhe siguri, befasisht vjen një shkatërim i madh, një shkatërim ku nuk e pret. Dhe aq sa thojnë tani se kemi paqe dhe siguri, kaq më pak paqe dhe siguri kemi. Sepse paqja dhe siguria janë këtu në zemër, që na ka dhuruar Krishti. Bota nuk e njeh këtë, por ti dhe unë që jemi bijtë të Perëndisë, nuk duhet që të jemi të ndriçuar për në momentet e vështira, të jemi të ndriçuar, të kemi zbulesë, dhe zbulesa dhe ndriçimi do të vinë se çfarë do të bëjmë dhe se si do të sillemi vetëm kur ne qëndrojmë zgjuar. Dhe thot fjala e Perëndisë: nuk jeni në errësirë në mënyrë që t'ju zërë terri, por jeni bijtë të ditës dhe bijtë të dritës. Përse? Sepse luteni, sepse luftoni, sepse qëndroni në betejën tuaj, vini në kishë, dëgjoni fjalën e Perëndisë. Nuk dua të bëhem një i krishterë që vi në kishë një herë në muaj. Nuk dua të bëhem një i krishterë, sikur isha dikur vëllezër dhe motra, në ato besimet fetare, një herë në kaq të shkoj në kishë, dhe dini dhe diçka. Nëse nuk rri zgjuar, kjo frymë do të hyjë në zemrën time dhe do të rrallohem, do të paksohem dhe do të arri në atë pikë që të bëhem i krishterë për Pashkë dhe për Krishtlindje vetëm. A e dini që të bëhet shumë njerëz janë të krishterë për Pashkë dhe i krishterë për Krishtlindje. Apo të bëhem i krishteri të dielës vetëm. Nuk është e mundur të jemi i krishteri të dielës vetëm, por çdo ditë në shtëpinë e Zotit, që të rri zgjuar vëllezër dhe motra. Jo sepse jam i mirë apo i kemi mundësinë, por sepse Zoti na jep mundësinë dhe forcën, sepse do të na arrijë errësira dhe nuk do të mundemi. Do të vinë ditët që nuk do të mundemi. Dhe është e nevojshme të rrim zgjuar vëllezër dhe motra. Por ne, si bijtë të dritës, le të mbahemi, pra bindje këtu.
Bindja, çfarë bindjet? Të jemi të bindur. Ku të bindemi? Tek njerëzit? Mos ndodh kjo, po të bindemi në fjalën e Perëndis. Çfarë thot fjala e Perëndis për mua? Këtë të bëj. Të bindem. Çfarë thot fjala e Perëndis për gruan time? Këtë të bëj. Të bindet edhe ajo. Të vishem. E tham javën e kaluar me armatimin e Perëndis për krenarin e besimit. Përse? Dhe vjen përsëri Perëndia të thotë se kur t'i bëni të gjitha këto, pra të rizgjuar, në gjendjen e vështirë kur të vi, Perëndia s'ka për të të lënë, s'ka për të të braktisur. Do të zbuloj se çfarë duhet të bësh dhe të thënë dhe diçka, akoma dhe më mirë, do të na jap atë që thotë tek paragrafi 9. Do të na jape që të shijojmë shpëtimin, të marrim shpëtimin me anë të Zotit ton Jezu Krisht. Pra do të na mbaj në shpëtim, do të mbushesh me gëzimin e shpëtimit. Nuk do të kesh ankthin tani çfarë do të bëj? Do të më marrë Zoti nëse do të bëhet rrëmbimi tani apo jo? Por jo, do ta shijosh shpëtimin tënd. Përse? Sepse do të rrish zgjuar. Do ta kesh për krenaren e shpëtimit që tham, dhe të kesh gëzimin e shpëtimit. Lavdi Perëndis. Rasti i tretë. Rasti i tretë tek Timoteu 2, kapitulli 4, paragrafi 2. Letra 2 të Timoteut, kapitulli 4, paragrafi 2. Thot Pali Timoteut, prediko fjalën, ngul kënd në kohë pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durim e doktrinë, sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do të durojnë doktrinën e shëndoshtë, por sipas endjeve të veta do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët, dhe do t'i largojnë veshët nga e vërteta e do t'i sjellin drejt përrallave. Por ti rris syqel në çdo gjë, duro vuajtjet, kryeje punën e ungjilltarit, pra bëje të plot shërbesën tënde. Amen. Do të vijë koha, thot Pali, duke folur në mënyrë profetike, kur njerëzit nuk do të munden ta adorojnë doktrinën e shëndoshtë. Cilët janë këto njerëz? Njerëz ato të cilët duan të quhen të krishterë, sepse të tjerët nuk besojnë në Krishtin, nuk ju prish punë, është tjetër mësim, bën gjithë secili çfarë të dojë. Por njerëzit që duan të quhen të krishterë, nuk do të duan të pranojnë doktrinën e shëndoshtë, por do të duan të sillen një tjetër doktrinë që t'ju gudolis veshët, që të jetë pra e pëlqyeshme në mishin e tyre, që të jetë e pëlqyeshme kjo doktrinë sipas vullnetit të tyre, që të jetë e pëlqyeshme sipas mendimeve të tyre. Por fjala e Perëndis na thotë se doktrina e shëndoshtë ekziston gjithmonë dhe këtu, tek kohët e fundit, doktrina e shëndoshtë do të jetë, do të mbledhin mësues, të cilët do të mësojnë sipas endjeve të veta, sikur të duan ato pra, do t'ju thojnë nuk prish punë, kjo s'është nevoja të pendohesh. Je i shpëtuar ti, një herë që u rilinde, mbaroi puna, je i shpëtuar. Ma atëherë përse flet fjala e Perëndis për betejë, për luftë frymërore, për lutje? Përse thot Pali vet se luftën e mirë e luftova, besimin e mirë mbajta? Përse u luftoi Pali që të mbaj besimin? Pra, kujdes vëllezër dhe motra në doktrinat, në çfarë dëgjojmë, të cilat mund të jenë nga njëra anë nga bota, sikur tham, por edhe zëra që duan të prishin fjalën e Perëndis. Dhe thot tani tek Timoteu dhe tek gjithë secili nga ne, thot, por ti rri syqel në çdo gjë. Ti është personalisht fjala, drejtohet personalisht për gjithë secilin nga ne. Nuk është as për burrat në vete, as për gratë në vete, por për të gjithë, personalisht. Ti rri syqel në çdo gjë, duro vuajtjet, kryeje punën e ungjilltarit, në të gjitha sa të ka shfaqur Zoti nëpërmjet fjalës të tij. Pra, duro rri syqel në çdo gjë. Në çdo gjë, do të thotë në gjithë fjalën e Perëndis të rrim zgjuar, por edhe gjithmonë nga ana kohore, çdo moment të jetës tonë,
të kemi mendjen dhe të qëndrojmë zgjuar, atë që shoh, atë që dëgjoj, a është sipas vullnetit të Perëndis, e don Perëndia, a mos vallë djalli kam ardhur të më ndryshoj fjalën e Perëndis në mendjen time, të ma bëj pak më sipas vullnetit të botës, që ti ngjaj ditëve dhe kohëve të tanishme, në mënyrë që përfundimisht të më bëj të humbas edhe mbretërinë e qiejvet. Por ti rri sy i qel në çdo gjë. Duro vuajtjet, çfarë do thot vuajtjet? Veprën që të ka dhënë Zoti, ajo është vuajtja. Atë që të ka dhënë Zoti për të bërë mos e braktis. Por shikoje me këmbgulje atë vepër që të ka dhënë Zoti. Pra bëje shërbesën tënde, thot shkrimi, të plot. Por ka vuajtjet e veta. Vepra e Perëndis nuk bëhet kollaj, e pranon ta bësh. Po të thuash amen në zemrën time, lavdi Zotit. Vuaj dhe duro vuajtjet dhe Zoti ka për të të bekuar shumë. Dhe duke mbaruar, të lexoj pak nga Luka. Le të jetë hijet tuaja të ngjeshura dhe llampa të ndezura. Nëse dikush dën ta shoh, le të jetë hijet të ngjeshura dhe ju të ngjani atyre njerëzve që presin zotërinë e tyre se kur do të vinë nga dasma, që të hapet direkt derën kur të vinë dhe të rokas. Lum ai shërptor që kur të vijë Zoti vjen dhe e gjen zgjuar. Në të vërtetën ju them se do të ngjishet dhe do të ulet në tavolinë dhe do t'i shërbej atij. Do të na shërbej Krishti, vëllezër dhe motra. Kush? Krishti, vetë Krishti. Me duart e tij të gjakosura, do të na ul në një tryez dhe me duart e tij ne do të jenë të pastra duart tona, do të kemi rrobën e bardhë të veshur, por rroba e tij nuk do të jetë krejt e bardhë, do të jetë e larë me gjak, për të na kujtuar flijimin që bëri në kryq të Golgotës. Por duart e tij të shpuara dhe këmbët e tij të shpuara kanë për të na shërbyer, vëllezër dhe motra. A nuk ja vlen, vëllezër dhe motra, që në këtë jetë, aq sa të kemi akoma, pak më pak, apo shumë pak, se po vjen Zoti, ja vlen pra që të rrim zgjuar, që të vijë ndriçimi, që të na ndriçoj Perëndia në jetën tonë, se si të ecim, se çfarë të bëjmë. Të vishemi pra me hijet tona të ngjeshura, llampën e ndezur dhe ju të njëjtë me atë njeri që pret zotërinë e tyre kur do të kthehet nga dasma, që t'ja hapin direkt në vend. Pra vigjireshat e mençura ja hapen derën direkt, kurse të tjerat nuk arritën, kërkonin të gjenin vaj për ende të tyre. Lum ai shërptor që kur të vijë Zoti i tij do ta gjej zgjuar. Amen.